Shakollin, në fakt do doja të filloja pikërisht nga një temë shqiptare, pra e Shqipërisë. Gjithmonë ne kemi analizuar zgjedhjet në Kosovë, këtej pra në anën tjetër të kufirit, por edhe në Maqedoninë e Veriut. Duam një analizë tuaj të shkurtër pikërisht për reagimin ditën e sotme pas 2 javësh pas përfundimit të zgjedhjeve të ambasadës amerikane, e cila uron popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe pret të vazhdoj partneritetin ton, thot, të ngushtë pra Amerika me Shqipërinë. Janë vetëm këto reshta pra për zgjedhjet pas gati 2 javës. Si do të analizoni? Çfarë shikoni nën rogozi, themi ne, duke analizuar pra pikërisht të? Asgjë diçka të posaçme, pasi që këtë sjellje të diplomacisë amerikane kishim rast ta shohim këtu në Maqedoni vitin e kaluar pas zgjedhjeve me 8 maj, kur për muaj në rresht nuk ishte kurrë reagimi nga State Departamenti apo nga shtëpia e bardhë, përveç se një statusi të shkurt nga ambasada e SBA në Shkup, ku urohej zgjedhjet e suksesshme popullit të Maqedonisë së Veriut, ashtu siç ndodh tani dhe me uratën nga ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë, por ende me një heshtje shurdhuese nga Washingtoni, si nga shtëpia e bardhë ashtu nga State Departamenti. Sa për krahasim duhet theksuar dy momente. Nëse i merrni urimet që dërgohen nga State Departamenti në adresën e Gjermanisë pas zgjedhjeve të fundit, atje po ashtu urohet populli gjerman, por urohet edhe kancelari i ri posa zgjedhur. E njëjta vlen edhe për zgjedhjet në Singapur. Këtë vit atë njëjta vjen edhe për zgjedhjet në Belize. Kështu që kjo është një niveli më i ulët i urimit protokolar, rutinor, edhe kjo e adresuar në kontot të popullit të Shqipërisë, i cili tregon një pjekuri demokratike, por bie në sy, në vesh, po në mendje, mos përmendja e fituesit të zgjedhjeve si në Maqedoni, ishte vëmëroja dhe presidentja Silanos, ndërsa në këtë rast është kabineti Rama. Dyti moment që është shumë karakteristik është se kemi të bëjmë me 2 sjellje pothuajse identike, një para një viti në kohën e administratës Biden dhe kjo tani nga administrata Trump, e cili tregon një kontinuitet pak se befasues, për të gjithë, po pak me një nuanca të hidhura për kabinetet Mickovski dhe Rama, të cilët mbasi prisin diçka më shumë nga administrata Trump, por ja që si duket kjo ka ndonjë pengesë në komunikimet mes qendrave të Ballkanit dhe administratës së re në Washington. Qartë, do të kalojmë në Kosovë. Sot ka dështuar dhe seanca e 22 për konstituimin e kuvendit. Kemi 3 muaj pra që kemi një ngërsh institucional në Kosovë, ndërkohë Albin Kurti deklaron më saktë këmbgul për Albulena Haxhiun, për vetëm një emër, për kryetaret kuvendit dhe për më tepër edhe me votim të fshehtë. Apo shkojmë drejt zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë, kur kemi 3 muaj që kemi një ngërsh të tillë? Tani jemi diku në mes rrugë me zgjedhjeve të dimrit dhe zgjedhjeve të vjeshtës. Kështu që në base më duket si një kompromis gentlemanesk mes gjitha palëve të vazhdojnë me këto acarime, matje muskush verbal, por në fakt një pajtim që ndoshta diku ka vjeshtë të bëhet një round i ri zgjedhor ku do të përputhen do zgjedhje